Një nga momentet më frymëzuese të javës ishte mikpritja e jo pak, por 190 maturantëve ekselent nga gjithë Shqipëria, të cilët u nderuan me plot merit me medaljen e artë. Shembujt janë thelbësor për çdo shoqëri dhe medalistët e artë gjimnazit janë forca e një shembulli të shkëlqyer. Janë fëmijë që vijnë nga familje me status ndryshëm social. Dhe ndërta ka fëmijë që vijnë edhe nga familje që mezi e arrin fundin e muajit. Por shembulli i tyre na thot të gjithëve se mund të kërkosh dhe të gjesh me plot drejt justifikime për të mos bërë ato që duhet, por kjo botë është e atyre që nuk kërkojnë justifikime, por që ecin përpara për të bërë atë që duhet. Dhe dua t'u uroj nga zemra të gjithë atyre fëmijëve që të rriten kështu, me ambicie dhe pa u dorëzuar kurrë në rrugën për realizimin e ëndrrës tyre.